Partia Demokratike zhvilloi këtë të njëjtë programin e trajnimit për deputetët e ri të saj. Në fjalën e hapjes së trajnimit, kryedemokrati Sali Berisha theksoi rëndësinë që ka ruajtja e lidhjes së drejtpërdrejtë me deputetët me zgjedhësit e tyre, duke e cilësuar si detyrë më thelbësore të një përfaqësuesi të popullit. Fatkeqësia më e madhe e një deputeti është kur ai shkput lidhjet nga zgjedhësit e tij, interesat e tyre. Kur ai pushon se qenuri, avokat i atyre që e kanë votuar. Në këtë kuadër, takimet me zgjedhësit janë të pazëvendësueshme. Asgjë nuk duhet të shkëpusë deputetin nga takimi me elektoratin e tij, nga mbrojtja e interesave të elektoratit të tij, nga përcjellja në parlament të zërit të atyre që kanë për zërin tuaj. Ish kryeministri ndaloi edhe të mungesa e stafit të mbështetës për deputetët, duke e cilësuar këtë si një nga arsyet që pengon rritjen e eficiencës në kuvend. Ju jeni deputet me dorë në xhepa, jeni njerëz pa asnjë staf. Çka e gjymton punën e parlamentit? Jeni njerëz pa staf, qoftë për kontaktet e vazhdueshme me zgjedhësit, por jeni njerëz pa staf qoftë për mbështetjen e vëmëtarisë tuaj në parlament. Ky është një parlament skeletik, ta quajmë, aktual. Ishte e gabuar, ja u them unë ju këtu, rritja e rrogave të deputetëve. Jo se kam ndonjë rrogë të themi stratosferike, por shumë më drejt do t'ishte shpenzime edhe më të mëdha për stafe të parlamentit, për ta bërë parlamentin ai institucion që duhet të jetë. Së fundi, unë një sugjerim, një këshill kam për ju. Në çdo variant, kur Duke u referuar vendimit për rritjen e pagave për deputetët, Berisha theksoi se nuk është kundër, por sipas tij investimi do të kishte qenë më i dobishëm në forcimin e strukturës mbështetëse të parlamentit. Në këtë trajtim morën pjesë 13 deputetë të rinj të Partisë Demokratike, mes tyre ish prokurori Arjan Doi dhe ish gjyqtari Gjin Gjoni, të cilët janë shfaqur ndër më aktivët në punimet e komisioneve parlamentare gjatë kësaj legjislature.